Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot do t'i futemi thellë një prej vendimeve më të rëndësishme dhe ndoshta më të vështira në botën e marketingut. Si i vendosim çmimin një produkti apo shërbimi? Mund të duket diçka e thjeshtë në pamje të parë, por ekzistojnë disa rregulla të fshehura që po t'i kuptosh mund të ndryshojnë gjithçka. Okej, le ta nisim direkt me pyetjen kryesore. Pyetjen që vlen $1.000.000. Sa vlen vërtet një produkt? Përgjigja, siç do ta shohim, mund të jetë shumë më befasuese nga sa mendohet. Mirë, atëherë, fillimisht le t'i hedhim një sy 3 shtyllave kryesore ku mbështetet çdo lloj strategjie çmimi. Pra, kemi 3 pika klasike. Apo jo, së pari, kostot, pra sa kushton prodhimi. Pastaj, çmimet e konkurrentëve, pra çfarë bëjnë të tjerët. Dhe së fundi, vlera që sheh klienti. Por, këtu qëndron çështja. Jo të gjitha këto pika kanë të njëjtën rëndësi, as pak. Dhe ja ku e kemi thelbin e gjithçkaje. Mendojeni kështu, kostot janë dyshemeja, pra çmimi më i ulët që mund të vendoset pa humbur para, ndërsa vlera që jep klienti produktit, ajo është tavani, kufiri i sipërm, dhe gjithë loja e çmimeve luhet pikërisht midis kësaj dyshemeje dhe këtij tavani. Tani, le të kalojmë tek një ide që ndoshta do të ndryshoj pak perspektivën. Kush është konkurenca e vërtet? E po, përgjigjen e jep klienti. Dhe kjo është vërtet e rëndësishme. Konkurrentët nuk janë domosdoshmërisht ata që bëjnë të njëjtin produkt. Jo, konkurrentët janë ata që klienti sheh si një alternativë. Kjo e ndryshon komplet lojën. Le të marrim një shembull konkret. Imagjinoni një lokal me muzikë live. Konkurenca e tij nuk është vetëm lokali tjetër ngjitur, as pak. Mund të jetë një shfaqje në teatr, një mbrëmje karaoke, apo edhe thjesht një film në kinema. Pse? Sepse nëse një klient po mendon, çfarë të bëj sonte, të gjitha këto hyjnë në lojë. Këta janë konkurrentët e vërtet. Mirë, tani le të flasim për një tundim të madh. Një strategji që shumë e përdorin, por që fsheh plot rreziqe. Konkurrimi me çmime të ulta. Rreziku numër 1, luftrat e çmimeve. Dhe dëgjoni këtë shifër, është e pabesueshme. Në një studim, 88% e firmave që ishin në një luftë çmimesh, fajsonin konkurrentin. Pra, pothuajse të gjithë mendonin se ai tjetri e filloi. Dhe kjo sjellje ilustrohet në mënyrë perfekte nga një simulim i famshëm në shkollën Wharton. Imagjinoni disa drejtues të lartë në një lojë çmimesh. Shumë shpejt, situata u bë e tensionuar. Madje, njëri prej tyre, i frustruar, u ngrit dhe bërtiti pikërisht këtë. Në rregull, kushdo qoftë idioti që vazhdon të ulë çmimin, ndaloje, po e prish për të gjithë. Por, prisni se ka më. Ja ku vjen pjesa më e mirë. Këta drejtues nuk po luanin kundër njëri tjetrit, ata po luanin kundër një kompjuteri, një algoritmi të thjeshtë që thjesht ulte çmimin me 5% çdo herë. Kjo tregon se sa verbërisht dhe pa arsye mund të futemi në një luftë çmimesh. Pastaj vjen rreziku tjetër i çmimeve të ulta, tërheqja e llojit të gabuar të klientëve. Mësimi i Groupon është klasik për këtë. Çfarë ndodhi? Kompanitë kuptuan se klientët vinin me kupon, merrnin uljen dhe nuk theshin më kurrë. Pse? Sepse besnikëria e tyre ishte ndaj ofertës, jo ndaj markës. Dhe tani, rreziku i tretë, që është ndoshta më i çuditshëm nga të gjithë. Çmimi i ulët mund të bëjë që produkti të perceptohet si më i dobët. Dëgjoni këtë studim të pabesueshëm. Njerëzit që blenin një pije energjike me çmim të plot, thanë se stërvitja e tyre ishte më intensive, ndërsa ata që blen të njëjtën pije me ulje raportuan të kundërtën. Vetë çmimi ndikoi te përvoja e tyre. Pra, tani që pam rreziqet, le të futemi pak më thellë. Le të flasim për psikologjinë që fshihet pas një etikete çmimi. Një studim i bërë në një supermarket zbuloi diçka vërtet shokuese. Më shumë se gjysma e blerësve, pra mbi 50%, nuk e dinin ose e thanë gabim çmimin e një produkti që sapo e kishin futur në shport. Imagjinojeni pak. Dhe kjo na bën të pyesim. Mirë, po nëse njerëzit nuk e dinë çmimin e duhur, si vendosin atëherë? E po, përgjigja është, ata shohin kontekstin, ajo që i rrethon në atë moment. Ata bëjnë krahasime të menjëhershme. Ka një eksperiment fantastik me disa ponço që e tregon këtë në mënyrë perfekte. Kërkuesit u dhënë pjesëmarrësve disa opsione për të zgjedhur,
3 ponço me gjatësi të ndryshme. Në fillim, gjithçka dukej normale. Njerëzit më të shkurtër zgjodhen ponçon më të shkurtër, ata me gjatësi mesatare zgjodhen atë të mesmen dhe ata më të gjatët zgjodhen më të gjatën. Logjike, apo jo? Por ja ku gjërat bëhen vërtet interesante, kur studiuesit ndryshuan gamën e ponçove, duke ofruar disa që ishin objektivisht më të gjata, çfarë ndodhi? E po, njerëzit bën sërish të njëjtën zgjedhje relative. Të shkurtrit zgjidhnin më të shkurtrën e atij grupi, e kështu me radhë, pavarësisht gjatësisë reale. Dhe tani përgatituni për goditjen finale. E dini sa e gjatë është një ponço normale? Rreth 130 cm. Të gjitha ponçot në këtë eksperiment ishin qesharakisht të shkurtra, si minifunde, por askush nuk e vuri re. Pse? Sepse ishin të fokusuar vetëm te krahasimi relativ mes opsioneve që kishin para syve, duke bërë kështu një zgjedhje objektivisht të keqe. Mirë, në fund, si lidhim të gjitha këto bashk? Si arrim të kuptojmë vërtet vlerën për klientin? Këtu futet në lojë një koncept kyç, imazhi i çmimit. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me shifrën në etiket, ka të bëjë me reputacionin e përgjithshëm të markës. A njihet si një markë e lirë apo si një markë premium? Ky imazh formohet nga gjithçka, nga dekori, shërbimi e deri te vendodhja. Një shembull perfekt është ai me lëngun e portokallit Tropicana. Merreni me mend, i njëjti produkt me të njëjtin çmim perceptohej si i shtrenjtë kur njerëzit mendonin se shitej te Whole Foods, dhe po ai produkt, po me atë çmim, perceptohej si një super ofertë kur mendonin se shitej në një supermarket të zakonshëm. Pra, imazhi i dyqanit ndryshoi totalisht perceptimin e çmimit. Pra, në fund të ditës, gjithçka përmblidhet në këtë pyetje. Përtej kostove, përtej konkurrentëve, çfarë vlerëson vërtet klienti? Këtu fshihet sekreti. Të gjesh përgjigjen e kësaj pyetje është çelësi për të vendosur çmimin e duhur.